Gjatë mandatit qeverisë, ka arritje të jashtëzakonshme në fushën e mbrojtjes. Do të veçoja disa prej tyre. Fuqizimi i kapaciteteve ushtarake apo ushtrisë së Kosovës ka qenë prioritet i kësaj qeverie dhe është realizuar përmes blerjeve të jashtëzakonshme që janë bërë sipas sistemit shtet me shtet, të sistemeve të armatimit, duke filluar nga armët e lehta e deri te kalibrat e mëdhaj dhe nga raketat antitank e deri te dronet Bayraktar dhe shumë sisteme të tjera që janë blerë me buxhetin e ndarë prej 319 milion euro vetëm për blerje ushtarake. Gjithashtu, fokus i veçantë ka qenë zhvillimi dhe zgjerimi i infrastrukturës së Forcës Sigurisë Kosovës. 10 miliona euro janë shpenzuar në mbështetje të infrastrukturës të FSK-s dhe zgjerimit të kësaj infrastrukture, duke shpronësuar qindra hektar tokë dhe duke dhënë në shfrytëzim shumë lokacione të reja për ushtrinë e Kosovës. Zgjerimi dhe thellimi i marrëdhënieve me vendet partnere, sidomos në aspektin bilateral dhe multilateral, ka qenë gjithashtu sukses i veçantë i kësaj qeverie, duke zgjeruar kështu bashkëpunimin me aleatët tonë përmes marrëveshjeve bilaterale, por dhe së fundi edhe përmes marrëveshjes trilaterale në nivel regioni. Tjetër arritje e veçantë ka qenë fuqizimi mbikëqyrjes demokratike në Forcën e Sigurisë Kosovës përmes aplikimit të shumë planeve dhe rregulloreve të reja, duke përfshirë dhe rregulloren për planifikim, programim, buxhetim dhe ekzekutim, që është e para e llojit të këtillë që po aplikohet në Ministrinë e Mbrojtjes, por edhe ndër të rrallat që aplikohet në regionin e Ballkanit Perëndimor. Si vend kredibil tashmë dhe eksportues i sigurisë, kemi marrë pjesë në vazhdimsi në grupin e kontaktit për mbrojtjen e Ukrainës, duke kontribuar për popullin e Ukrainës në luftën e tij për liri.